Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe këtë të tani ftesë këtu në televizionin Sot 7. Do të kemi sonte një emision artistik, në qendër të cilit sigurisht është një emër madhështor, do ta quaj unë, në fushën e muzikës, po jo vetëm në fushën e muzikës, ajo mbi të gjitha është një zonjë e nderuar. Por më parë le të ndjekim një videoklip të shkurtër. Është kuptuar emri të ftuarës, por sigurisht e mbiemri Ermira Babaliu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Sot 7. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është shumë luks ju kam në studio. Wow, që kompliment. Jo, unë jam shumë e kënaqur, ne jemi miq të vjetër edhe unë jam e nderuar që Nuk është intervista e parë, por sigurisht emocionet mbeten në çdo lloj interviste. Sigurisht. Dhe kënaqësia po kaq e madhe gjithmonë përballë intervistave me ju. Faleminderit. Sa po jeni kthyer nga Amerika? Jam kthyer për një vizitë të shkurtër, dhe do të rritë pak dhe do të kthehem përsëri atje. Jeni nga ata njerëz që sapo dëgjon zërin tuaj të krijon një lloj përshtjellimi, kënaqësie, emocioni, malli, dhimbje, melankolie. Edhe për ta bërë pyetjen më të drejtë për drejtë, jeni ndër ato artiste që sapo dëgohet zëri, nuk kuptohet imazhi i këngëtares. Unë mendoj që ky është një bekim që i jepet artistit, sepse në këtë kohë, sidomos populizmi doja ta quaja, ku kuptohet që i jepet e drejta gjithkujt të shfaq më të mirën e vet, që të jesh unik është bekim. Se kam hallë se mos e ngatroj me anglishten you're blessed. Por është bekim, kështu që falenderoj së pari të tërë fansat dhe si të thuash adhuruasit, sepse megjithse vështirësitë si shtemi në këtë kohë populizmi ku gjithkush merret me një lloj arti, si të thuash, dhe kopjohet, ka dhe të mirën e vetë që me këtë teknologji që ka ardhur sot, mundet që nga çdo vend i botës të marrësh urimet dhe bekimet, dhe unë për këtë ju them me shumë dashuri, faleminderit pafund. Të kemi origjinale, në fakt, të kemi origjinale muzikën e lehtë, të kemi origjinale tek kënga popullore, tek kënga qytetare, mbi të gjitha tek serenata. Ajo që unë kuptoj që rrugën e kam nisur drejt një rrugë tjetër që unë më pëlqen pafund që ti isha mësuese, po ajo fakulteti dhe pa dashur kënga më troqi dhe më mban, vazhdon të më mbaj, dhe dua të them që unë mendoj që përsëri është ajo gjëja organike, si të thuash, që unë nuk më shkon në mendje që të dëgjoj një këngë ose qoftë të dikujt dhe ta këndoj siç e këndon ai ose ajo. Unë mendoj që këtu është një nga karakteristikat e veçanta të atij artistit që Zoti e ka bekuar të jetë ndryshe. Dhe thash, kjo e para dhe e dyta, më thënë unë, me të drejtën është mbase dhe së shpirë ta them, po mendoj që vjen një kohë dhe duhet të ngopet njeriu, dhe jo me artin, po dhe me atë çka jep dhe t'ju lej vendin të tjerëve, dhe unë dua ta lej, jo ta lej tamam, por dua të bëj një hambrapa me këngën dhe kënga më tregj gjithmonë. Kështu që përsëri vazhdoj të them, faleminderit adhuruesve dhe kaq. Keni plane, unë e di që keni plane, nuk do t'i tregojmë sigurisht, po keni plane, ju keni edhe shumë projekte, jeni kreative në fushën e projekteve. Shko. Truri nuk punon vetëm te kënga? Të kthehem përsëri aty ku isha. Përveç se vjen një kohë që është mirë që dhe të ngadalësosh hapin, jo për shkak të lodhjes, po mbas edhe të konsumit, por unë e kam si merak ose
të mos e hiperbolizoj, por ta them kështu fare normal që mision të cilin mund dhe ta provoj që unë dua të shërbej. Dhe një nga dëshirat e mia të kahershme dhe momentale është që brezi që vjen të mundet jo të promovoj se sa të suportohet. Se në përgjithësi, në një kohë të caktuar, nuk dua të kujtoj asnjëherë të shkuarën, por ajo lloj xhelozie pa shkak e njerëzve të njëjtit zhanër më zhdukur gjithmonë pa vend, sepse ai që është artist në kuadër të asaj që sa po tham, ka një vend në këtë botë, është i bekuar që të jetë, si të thuash, artist në llojin e vet, në llojin e artit që bën, dhe aty le të bëhemi bashkë, dhe kështu që unë këtë e kam si mision që sa të kem mundësi të suportoj, të mbështes të rinjt. Videoklipin që pam ishte shkëputur nga Ermira and Friends, koncert që tashmë është kthyer le të themi tradicional në Pogradec, nuk mund të kuptohet vera pa atë lloj koncerti. Jam shumë e lumtur dhe e gëzuar që mu dha mundësia dhe për këtë këtu në televizion. I them shumë herë faleminderit kryetarit të bashkisë, Zotit Ilir Gjakolli. Yes. Po, Zotit Ilir Gjakolli, sepse më ka suportuar me shumë dashamirësi, pas shumë kohësh. Unë i them të tëra se jam qik mistrece, si të thuash më një animesh, ose në një lloj kuadri në luftën figurative të harresës, për shkak mbase të vlerave, për shumë shkaqe të cilat nuk dua t'i analizoj, dhe sa po ja thash Zotit kryetar para 3 vjetësh që unë mund të mos kem shumë miq këtu, por armik s'kam se t'jem, dhe ai tha, po çfarë të duhet? Thash, unë dua të shërbej dhe për shembull të promovoj ose të suportoj. Dhe kështu lindi Ermira and Friends. Dhe kështu lindi ideja e Ermira and Friends, ato janë të tërë njëri artist më i mirë se tjetri, janë shumë të talentuar, po dëshira ime ishte që ne të ishim të tërë bashkë, sepse ato isha apo si isha unë, ato i kishin marrë rrugën e le të themi të ngjitjes në artin e vet, si Erina Sejtlari që s'ka tjetër të dytë, Gjonjesku, pastaj Amarildo Vesho që u ngjit edhe në skenën e talenteve të rinj, Ermioni Topçiu që është po ashtu, domethënë se mbasarem do një, po edhe mund na falin. Karafili, po, s'mendoj edhe këto çunat që janë shumë të talentuar, Jurgen Struga me klarinet, edhe kështu që unë në pjesën time dua të them që misioni im i këngës, si thuash, për Ermirën, le të dal pak mbrapa dhe të mundet të mbështetim dhe të liftim up këta të dyja. Sepse edhe grow up-in e të rinjve, edhe Ermirën në shkëlqim. Sepse në shkëlqimin e vazhdimësisë. Po mirë, faleminderit. Dua të them një gjë që në një kohë kur nuk dua t'ja them emrin grupit, ju bashkova një grup, tash edhe mund t'i heqim këto gjëra nëse ju prishim punë. Jo, absolutisht. Unë vetë takoj mos i them emra, pjesë të grupit që ka pas qenë dhe që është. Dhe ju thanë jo? Dhe u zhdukën. Unë thash, unë kujtova se do t'i shtonja ndonjë pjesë të vlerës, por kështu që pathen me respektin më të madh për, le të themi, për grupin Nostalgjia, kur të tërë janë. Vërtet keq. Vërtet keq, po. Dhe thash, është fjala për drejtuesit. Ose, për shembull, mua më trishton, nuk e di sepse tash janë dhe ca arsye të cilat nuk do t'jem unë që do t'i zgjidh, që për te xhelozis ti nuk ju duhesh sepse kushton shtrenjtë. Ndërkohë që unë dua të shërbej, flas vetëm për Pogradecin dhe për Korçën. Edhe e them drejtë, do ta them dhe në ndonjë televizion tjetër që unë isha këtu dhe nuk u ftova në serenatën e Korçës. Do me thënë, në tekstin s'dua unë të bëj argumenta dhe u çudita shumë, u çuditën shumë dhe njerëzit, megjithatë unë jam këtu dhe do bëj serenata të reja duke themi gjëra të bukura. Unë në fakt nuk kam vjetur për herë të parë në mendje
videoklipi që u ka bërë televizioni publik, videoklipi me nuk e di sa këngë brenda, disa videoklipe. Sa bukur e ndroni llafrin ju gazetarët fjalën Për të mbetur të gjërat e bukura. Nuk di, më kalon shumë bresa videoklip. Heshtja nga njërë është, si të thuash, nuk është mirë. Tash ti e lem këtë pjesë me të vërtet. Ndërkohë që... Keni performuar edhe si aktore atje shumë bukur. Po ku e di unë? Po përderisa është familiarizuar ajo. Ishin disa videoklipe, nuk e disa këngë kanë qenë. Ato kanë qenë 10 videoklipe dhe unë do të them ndonjëherë Nuhatja bën edhe punë e vet. Do të thënë në një farë mënyre arti krijimit me atë të bashkuar me atë të pragmatizmit që unë për shembull e mësova në Maqedoni. Ishte para 90-tës, sepse këto kanë dalë në 96-tën, unë shkova në Maqedoni dhe shikoj që atje mund të krijojë se ne, do me thënë, pa dashur t'i rikujtoj ato gjëra, kemi qenë gjithmonë të varur, kush na mori, pse s'na mori estrada, televizioni e tjerë. Dhe faleminderit shumë televizionit shqiptar pa diskutim që ka qenë promovuesi i parë dhe mbetet për mua kryesori i artit të asaj kohe. Por kuptova që atje bëshin CD, kaseta, dhe e kam thënë dhe zuata përsëris shumë herë që pas erdha këtu me pak ndihmë dhe pastaj dhe me ndihmën e TVSH-s u realizuan 10 këngët e para dhe ishte CD, kaset private, le të themi, që edhe u shitëm. Po, dhe ajo ishte me një fjalë, ishte një bukurie madhe që mua më dha mundësi të bëj këngë, se Serenata në fakt të shi gjdo krijim atëherë dhe ishim të ardhur nga ajo lloj, si të thuash, praktike, por gjdo lloj krijimi dhe sot kushton. Dhe tashti kushton, por në një farë mënyre kushton duke parë se sa të kthehet. Dhe atëherë ishte për mua një mendje ndritur që më erdhi, që Serenatat ishin gati. Unë që e vogël në fakt i kam patur dëshirë, Serenatat Korçare i kam kënduar, po dhe Lule Maj që thonë Shkodranët se Shkodrane është, u fut në këtë lloj kuadër të serenatave dhe ishte, si të thuash, një ëndër e bukur e realizuar duke edhe risjell në atë kohë serenatën. Unë nuk do të them e para, po pas 90-tës ishte nga të pakta, sepse ka shumë këngëtar të mirë të Serenatës, Korça Pogradeci pa thënë. Për te modestis, mbeti në fakt ajo gjë. I vut vullën asaj gjëje. I vura vullën kalit bardhë dhe haroj. Po, tani, mendoj shpesh që dhe janë bërë shumë gjërat bukura që mbase do të rikthehem me ca gjëra pak më modeste, sepse atëre mund edhe të ribëhen një pjesë të këtyre, sepse për shkak të teknologjisë ato kanë defekte, ato që ishin dhe që kanë betur. Kështu që risim brenda tyre. Duke falenderuar dhe miqësitë e mia, miqtë e mi që e realizuan atë kohë shumë modestisht, pa shpenzime, Alfred Kolla, Petrika Agolli. Do me thënë, ishte shumë e bukur ajo kohë kur ne mundëm t'i realizojmë këto dhe mbetëm. Ja, kështu. Festivalet e këngës në radio televizion. Si ndodhi, ndoshta ju keni qenë një treshe që nuk thyeshit në atë kohë, Ermira Babaliu, Ilir Danglia, Irma Kurti. Të pak të më kujtohet. Ishte një koincidencë e bukur që... Dhe nuk e tradhtonit njëri tjetrin në bashkëpunim. Nuk ishte fjala e tradhtisë, sepse unë mendoj që në këto raste bashkojnë shijet. Ato qershor kujtimesh, nuk di. Provimesh. Ashtu. Aty ka filluar. Unë, do me thënë, në Pogradec kisha kënduar me estradën dhe aty fillova. Thash, për koincidencë, unë isha studente, ishte klubi studentit, ishi me Irmën shumë shoqe, aty fillova dhe u bën, do me thënë, ishte merita e krijimit të Ilir, të këngëve të Ilir, ose si të thuash ishte bashkimi i një tresheje që krijuan unitetin e shijes. Iliri ishte ai që ishte, por kompozonte mbi tekstet e Irmës dhe pastaj ato njëra tjetrën filluan të pasonin. Në atë ishte festivali studentit i pan këto televizionit,
Pasi I pan Ju këto spikatët? Unë do kem spikatur dhe filluan ftesat për në rrugtimin e këngës në radio-televizion. Në radio-televizion ishin dhe koncertet e pranverës, ne gjithmonë aty mbeteshim me këtë treshe. Mbaj mend mbrëmja që mban dashurinë time. Prant Kaltridet, e njëjta ëndër, tashi nuk është puna se si kujtoj dot më titujt, po ja ishin disa që për disa vjetresh dërsa I kanë çmim të parë. Të parë jo, vetëm një herë. Jo, e keni fituar, unë mbaj mend. Festivali interpretuesve. Interpretuesve. Pas disa herësh, unë fitova një herë, një festival, ishe këngëtarja më e mirë e vitit. Nuk e mbaj mend, duhet këtë qenë e vitit rreth viteve 90 aty. Po çfarë këngë ishte, e mbani mend? Eilir Dangëllis. Sërish. Nuk e mbaj mend këngën. Dhe kur ka pushuar ky formacion tresh? Kur unë I ka në Amerikë. Kur I ka në Amerikë. Iliri ka vazhduar, ka kompozuar më tej, nuk di. Unë se kam dëgjuar me thënë të drejtën. Por nuk e di kishte bërë një këngë si vjet, por ai mbetet pa I kompozitor, po dhe siç duket largësia bëri punën e vet dhe vrapimi pas qëllimit për cilin shkuam, na troqi, unë jam përpjekur mos shkëputem, po jo nga këto festivalet e mëdhaja, por me këto të tjerat, kam qenë sa kam mundur. Por ajo, thash, të treq dhe Iliri... Ka ndonjë plan që fle se mund të ndodhë një ribashkim? Ishte vjet një përpjekje, për pastaj për arsye shumë objektive mbeti në mes dhe mundet. Duhet kesh Iliri, Irma dhe Juve. Pa ja të shojmë. Po, pa tjetër unë... Kësmet. Amerika e qyteti madh, po Gradeci qyteti vogël. Qytet? Korça edhe qytet pak madh. Përballë qytetit ku ju jetoni në Michigan. Michigan. Shtet. Pat Afrikë, shteti Michiganit, qyteti Sterling Heights. Le të themi në këto 3 stacione, Korç, po Gradec, Michigan. Ermira, gjithmonë Ermira. Vitet e para shumë vështira, se mbas edhe duhet I kenë përsëritur, por pastaj ne shkuam për një qëllim dhe qëllimi ishin kushtet ekonomike të cilat modestisht na ndihmuan që gradualisht përfshirja në jetën e zhvillimeve sigurisht të Amerikës. Sepse të shkosh sot në Amerikë është shumë më e vështirë se të shkoje atëherë kur ne shkuam në 96-ën që vinin mbas 90-s dhe çdo gjë ishte një çudi. Për shembull, unë nuk e harroj që ishte çudia e madhe që ne shkonim te dera dhe hapesh e dera. Ndërkohë që Shqipëria është bërë tani dhe nuk ka diferenca, po flas për pamjen e tregut, të bukurive, të ndërtimit të shtëpive. Unë e lumtur. Nuk ka wow në këtë aspekt. Po s'ka, dhe unë jam e lumtur se dua ta them këtë që në atë kohë se na bën 30 vjet si vjet. Në atë kohë ti zbrisje dhe ju them të tërëve që Shqipëria është bërë se në atë kohë ti zbrisje në aeroport dhe ishin një shtëpi tek tuk. Dhe tani ti nga do që të shkosh në për të Shqipërinë dhe për shkak të emigracionit që bën vetveten, si të thuash, shikon shtëpi si ato të Zvicrës, si ato të çfarëdo që tjetë. Do me thënë, figurativisht, tash të flasim në këtë kontekst, unë jam shumë e lumtur që shtëpia ka shkuar në Shqipëria në këtë stad. Ndërsa pastaj jeta kuptohet që është ndryshe. Fillimisht ishte shumë I vështirë, unë u përpoqja të integrohesha, evaluova diplomën, e tjerë ti kam thënë këto, dhash dhe mësim, dhe pastaj ajo që më ka mbajtur gjallë dhe që përsëri ju them faleminderit shumë shqiptarve që janë Amerikanë, kuptohet të tërë Amerikës që mua më mbajnë bukur frymën e këngës. Edhe s'ka shumë kohë që erdha dhe nga Boston. Besoj keni bërë koncerte. Po, koncertet me ftesa koncertesh. Nuk e di pse do doja që ta kishit një koncert recital në Amerikë, pothuajse në të gjitha shtetet. Po planifikojmë dhe atë, por ajo që mua thash më ka mbajtur gjallë është që unë organizoj vetë koncerte. Dhe ideja ishte
ishte që, do më thënë, po, her pas here. Do më thënë, kam bërë një nata shqiptare Michiganit për shumë vjetë, dhe tani e kam shumë të lehtë që të di të managjoj një, si të thuash, se ati janë party koncerte, që nuk janë të vogla. Kështu që, tash ti pas kaq vjetësh, unë jam e kënaqur të jetoj midis dy shteteve, por gjithmonë më mungron fryma e dheut të Korçës Pogradecit Shqipërisë. Në memorien time është mira e suksesshme gjithmonë, më beso. Jo, nuk dua të bëhem emotiv. Mirë, faleminderit. Mbaj mend xhirot në Pogradec të kohës, mira elegante, mira e suksesshme në koncerte. Isha diku në një mbrëmje para 2-3 ditësh dhe jam edhe ngopur me pritjen dhe shumë falenderuese me pritjen që më bëjnë njerëzit, edhe u kënaqa dhe u përlota, si të thuash, që në një event familjar të para disa ditësh, sa po hyra unë ngritën ato gratë në këmbë, më përqafonin, i thash falemderit shumë, po më duket sikur kam 100 vjetë që nuk ju jam mërzitur akoma. Unë e kam prekur të emocioni vetëm në Shqipëri, në pak udhëtime që kemi bërë, por edhe për te i Shqipërisë, reagimi shqiptarëve është, nuk di, ju duan mira. Falemderit, unë jam përpjekur që të bëj një balancë midis asaj që di të bëj më mirë dhe të qenit njeri. Do me thënë, një artist në fund të fundit është në një kohë dhe ka marrë dhe shumë, se këtë do thosha, shumë mësime dhe nga Amerika. Sepse përveç të tjerave, ajo më ndjem madhësia, se s'dua dhe shumë të them, se nuk dua të gjykoj, e të qenit i njohur është, flasë për artistët më shumë, po për atë pjesën e artistëve të mos them dojnë lafë, se s'dua ta prishgoj, të cilët në një moment e ndajnë veten dhe i shikojnë të tjerët nga lartë. Mua kjo më ka munguar, si të thuash, dhe unë tërkohën përpiqem që një trajtëzoj veten me njeriun e zakonshëm, sepse në fund të fundit, në fund ditës jemi të tërë një lloj. Edhe një gjë tjetër më ka mbetur në memorje. Mbase kjo më ndihmon ose... Një ditëlindje juaj bërë në një nga lokalet e Bregliqenit, para disa vitesh e shumë larg, me pjesëmarrjen e Mirushka Bashit, me Farit e Lazës. Ajo nuk di të tjerë. Nuk ishte ditëlindje, ajo ishte, më kanë dhënë falemderit shumë kryetarit bashkisë atëherë Artan Shkëmbin, të cilën e përshëndes, po, qytetare nderi. Ka qenë një mbrëmje, qytetare nderi. Nga ato mbrëmjet, nuk ka qenë ditëlindje. Ishte nder i madh për mua dhe ajo që jam base dhe ajo që unë përsëri vlerësoj është që midis artistëve të mëdhenj, që me këto emrat që ju përmendën, nuk ka, unë sa po ju thash erdhën me qef, me dashurim. Ishte veshur një xhublet ju mirë atë natë. E po mirë, unë vesha. E ishte special. E po mirë, atë sa mirë e mbajt ke mendur, e kisha harruar ka dhe fotografi gjikundi. Por jo... Ka televizione që e transmetojnë, e më thonë që... Duat, jo, është ajo identiteti të cilin unë nuk dua që ta largoj nga vetja, identiteti shqiptar, ishte xhubletet, si e Pogradecit, një nga ato të mokrës, të pak. Nuk di, po... Ta që dhe unë skujtojmë shumë, por... Shiko, është puna dhe shqyqyrë në këtë kohë globalizimi, e kemi dhe më të lehtë që të mundet të lëvizim, por dhe të jetojmë midis tërë kësaj bukurie që të jep ky vend dhe pasaj të tjerave që jemi detyruar të. Mbaj mend në vitet e gjimnazit, kushërirat tuaja që si u linin nga goja, krenoheshin me mirën dhe të vitet e njëri natë, xhelozi që të kishin vetëm ato. Nuk e di. Unë thash jam përpjekur që të vendos balanca midis artit, njeriu të zakonshëm dhe pastaj inteligjent dhe të mos le kohën të më ikë pa lexuar
se rilexuar ato të cilat për shembull tashti unë filozofisë që ti kam mbaruar dhe Sartrin dhe Camusja dhe janë ato se krijon pastaj edhe modele të cilat ti do t'i ndjekësh dhe jo më larg se sot po shikoja që tamam midis të tjerave ishte njëra nga gjërat nga idetë si thuashë Jean-Paul Sartre thoshte ti atë që nuk e vendos ti është se nga ka ardhur, pastaj se kush do t'jesh ti e zgjedh. E ke ti në dorë. E zgjedh ti. Edhe unë thonë që fati është i shkruar, po fatin e shkruan ti. Fatin e shkruan ti, pastaj varet nga kondicionet se der ku i ke aftësitë e tjerë. Kështu që unë shpesh edhe kur shkoj në Amerikë të po e them si shembull jo shumë mbase të mençur, po që mbase ka një lloj paralelizmi të vogël që i pyes pa dashur t'i gjykoj që sa vjet ke në Amerikë. Le të themi më thonë 20, por çfarë ke punuar në Shqipëri me një punë shumë të mirë, le të themi. Po tani çfarë po bën? Punoj shitse në filan vendi, them, sepse me trat hapësirë që krijon Amerika, nuk mund t'i them mungesë aftësie, por ti kur ke të tëra këto mundësi, faji ose le të themi gabimi jot është që mbetesh këtu, ndërkohë që atje mund të shkosh dhe atje. Kështu që ja kështu është puna. Ti vjen nga vjen, po pastaj se ku shkon, varet nga ty. E drejtimi tashmë dihet i Ermirës. Çfarë them ku di unë tash? Përqendrime dhe më tej në sukses. Unë jam përpjekur, jo, me pak fjalë, unë shkova atje s'di asnjë fjalë anglisht, edhe bëra një kolegj për kozmetologjie, po mirë, ai më ndihmoi, po ishte kolegj, më ndihmoi që të mësoj ca anglisht. Domethënë unë ato i bëj një përkthime, hap një fjalët dhe u rritet gradualisht. Jo, dua të them dhe dija vetëm 10 fjalë nga ato 30 faqe dhe e mësova, jo, po dua të them se më hape oreksin tani. Dhe pasi e mbarova kozmetologjinë dhe preva flokën një 2-3 muaj, përsa thash berber do bëhem unë, dhe evaluova diplomën, edhe dash mësim 5 vjet, isha bilingual technician, si thua jepja mësim për fillestarët që mësonin anglisht, dhe pasi kaluan ato 5 vjet, thash po pse 7-3 dori në shkollë, dhe ndërkohë pastaj bëra ca lëvizje, si thash, menaxhoj këto koncertet edhe ca punë tjera kështu biznesin. Jemi rikthyer sërish në studio, zonja dhe zotërinj, ju kujtoj që jeni duke ndjekur një ftesë me pjesën e dytë, me mua vjen të jetë e ftuar në studio Ermira Babaliu, këngëtarja jon famous. Si ka lindur dëshira për këngën, Mira, ose më saktë kush ishte njeriu? Unë nuk e di, jemi miq, nuk e di kush tha Ermira Babaliu vlen. Në shkollën mesme kam qenë unë, dhe si mistrece Galata Gjesh që jam, ju them atyre shoqeve të klasës, do isha në vit 2, besoj, a vit parë, që bëheshe një konkurs si talenteve të reja. Unë do vete të këndoj, po që se ju më jepni whatever, qishin ato 500 lek, 5 lek. Edhe unë të dila për qefe, kupton, që të tregoja këtyre që me atë mos kokçarjen... Kështu dëgjoj? Kici. Kristaq Koci, sa më dëgjoj, më morën. Kjo vajzë është këngëtare. Dhe mua, do me thënë unë me tur, po jo, dalë profesor, jo, do vish dhe më ka suportuar pa fund, edhe që aty filloj rruga. Do me thënë filluan, bile më duke se kur kam punuar ca kohë, së ndejta një vit pa vajtu në shkollën e lartë, nuk e mbaj mend se kur kam punuar pak në estradë, po që fillova të marr pjesë edhe në turnet që bënte estrada, është një nga kohët më të bukura të jetës sime. Edhe pastaj, por në televizion si thash dhe aty, por midis të tjerave vajti Pogradeci, njëherë si zhvinim ne në televizion shqiptar, dhe ja kam kujtuar zotit Virgjil Kule, ka qenë drejtori i televizionit se mbajmë në atë kohë, dhe thot, po kjo këngëtarja nga Pogradeci këndo ka bukur, merreni dhe njëherë. Dhe më morën dhe njëherë mua aty që bëra një koncert vogël dhe pastaj filloi aty ajo që thash. Hapat e mëtejshme që kapnin njëra tjetrën dhe unë dua të them që unë prap me atë mendjen përveç Ilirit dhe Irmës të cilët i përshëndese dhe i falenderoj për tërë bukurinë e krijimeve që kanë bërë, po thosha edhe kësaj radhe shkoj, ashtu si që them akoma vazhdoj për këngë, do me thënë, unë mendoj që nuk e kam patur qëllim të vetëm, por
kënga vazhdon, megjithëse unë mendoj që kam dhe ca qëllime të tjera të bukura, por kënga s'më le, dua ta le, s'më le. S'më le zëri, nuk më le, po si duket lloji i zërit. As e lëshoj, as më lëshon, shpreha popullore. Nga gjërat e bukura që unë mbaj mend, ka qenë një koncert recital që Tundi Pogradecin, nuk ishte bileta, regjia ka qenë nga Bujar Kapexhiu, mbetemi pak. Ashtë përsëri një nga kujtimet më të bukura dhe vlerësuese që më ka bërë Pogradeci. Bujar Kapexhiu me Plan Shana ishte në atë kohë, nuk e mbaj mend, por kemi qenë, po Bujar Kapexhiu ishte regjisor, edhe një orkestër shumë e mirë, e Pallatit Kulturës, ishte shumë e bukur, sepse aty në një farmase ishte potenciali i hapave të para të mijat, edhe një nga, dhe më thënë tashti të bëj një koncert recital, nuk e dija do t'jem kaq e lumtur, kaq e gëzuar, pa diskutim shërbimin, jam e bindur që njerëzit do kënaqen, por ajo ishte një potencial shumë më solid i gëzimit dhe i suksesit tim. Dia i koncert kishte një skenë që e mbaj mend si në... Me një fustan të bardhë. Po, me një fustan të bardhë. Live, pa diskutim. Live. Më kam mbetur në mendje edhe është... Nuk gjendeshin bileta. Po mirë. Dhe të fusja mik, nuk di ku futeshin miq në atë kohë, po unë për vete e gjeta një bilet. Ishin janë, kanë qenë vitet bukura. Dhe prandaj them unë që vjen një kohë dhe kur pyet ndonjëri që për shkakun që kur ke filluar të them unë kam 100 vjet. Po si po tash ja ku mjaft tash mjaft. Mirë po mjaft, po sa po erdha nga Bostoni. Po ju ka ndodhur diçka me shëndetin ju, është ndërprer një natë koncerti. Po. Mbaj mend një moment. Po, jo një apo disa net. Dhe u rikthyet, nuk di. Po, filloi një natë koncerti dhe nuk e mbaj mend se çfarë kisha ca probleme me shëndetësore. Shëndetësore. Dhe njerëzit e di pse e them këtë detaj. Se njerëzit ishin të interesuar si është Mira Babaliu, kur do të shërohet Mira të kthehet në skenë. Edhe vazhduam dhe më duket se u kemi dhënë 10 ditë koncert. Nuk di shumë. Ka qenë verë, këtu ka pasur turist. Bukur. Edhe biletat nuk gjendeshin. Po, këtë se di. E mbaj mend këtë. Po mirë. Ka pasur ndërhyrje, besoj. Apo po ja u sjell ndërmend tani Mira na gje bileta. Jo, është ajo që më ka kënaqur mua, është kjo që thua ti dhe ishin turne pafund, edhe nuk e harroj se tash ti më kujtove, ne ishim në Vlorë, isha e ftuar në Vlorë. Okej. Edhe tani më duket se kam qenë me një grup, ishte Nertila Koka e tjerë. Edhe tashti po laheshim ne në mëngjes, në det, isha me Sandrin, dhe ca çuna aty, se si që janë blonjatët një qikësi. Thotë, Mira Babaliu, dhe erdhen, dhe thanë, po na duhen ja 2 bileta për koncerti, thash unë nuk e di, se s'kishim as telefona atëre. Ja të pyesi, thash unë, dikush ishte aty afër, tha, po neve jemi 5 veta. Thash unë, po mirë 5, okej. Edhe i gjeta unë 5 bileta, edhe po tashi, këto janë zakujtime shumë bukura, tha, po neve nuk kemi lek, po s'ka gjë, me thash s'ka problem. Si tha s'ka gjë, neve kot, tha. Jo, po është e bukur se tha, po s'ka gjë, tha. Oke, po si s'kemi ne të provokuam. Tani tashish, do me dhe nëshë nga më të bukura gjëra që kam përjetuar. Tani e di qfarë? 100 metro, majtas, djathtas, vetëm ti në plazhin e Vlorës, vetëm u me Sandrin, asë njëri ti ikin të tërë që këtu, kuptoj që më shumë me shaka dhe njërëzit, thoshë, jo se na duhet plazhin, dhe unë dhe Sandri në mes të plazhit të Vlorës, majtas, djathtas, 50 metro, nuk ishte njërës, vetëm se atyre ju u kënaqën fare, që u thash, po s'ka gjë më çuna, edhe më provokuan. Në që moment jetës futet Sandri në pjesën tuaj, edhe të qytetit, se ikën Mira Babaliu, shko në Korçë. Të rastësishme... Korça është vendlindja juaj? Korça është vendlindja ime, gjyshi ka qenë mjek, doktor Babaliu, Ali Babaliu, kam patur një familje të shkëlqyer me prejardhje të jashtëzakonshme, edhe pak aristokrate se dua ta them. Dhe pastaj prindrit u martuan dhe erdhëm Pogrades me që ishte familja e mamit tim dhe këtu kam vazhduar unë që 6-7 vjeç, po ndërkohë
të tërë që vinin në Behar, të tërë vinin në Pogradec, më shkoja në Korçë. Do me thënë, kam jetuar midis dy qyteteve bukur, atje kam dhe shoqe që ishin dhe të fëminis, edhe ajo shtëpia tani duket e vogël, por atëre mund mes të Korçës, ashtu ngjitur me kishën është akoma sot. Më mungon shumë ajo pjesa e bukur e atyre kohrave, por jam e lumtur që atje kemi, është familja e Xhaxhait, që unë e përshëndes shumë atë shpresën, që thotë kjo është dhe shtëpia tënde sa e shkoj. Pra Mira bjen dashuri me Aleksandër Kotonika. Po. Unë njohëm në Pogradec rastësisht dhe pastaj vazhduam Korçë, po, dhe u martova pastaj. Ju pas martesës punuat në Komitetin e Rinisë në Korçë. Komitetin e Rinisë, jo në estradë, që ka qenë Pallat Kulture. Po dhe ato duket sikur si në përëndër e mbaj më ofruan, më ka të suportuar shumë. Adrian Njorgjin, cili e përshëndes shumë. Do me thënë të tërë muzikantët kanë qenë shumë dashamirës. Unë mora kohë edhe kam vajtur, kam shkuar edhe në festivalin e Gjirokastrës me Korçën, mos gaboj, se shumë gjëra dhe më kanë mbetur ka kohë. Por kam qenë shumë e suportuar dhe kam miq shumë të mirë në përgjithësi në Korçë. Dhe vazhdoj dhe sot, nëse po sigurisht. Do me thënë, dhe tani kam folur me dika atisht, thash kam qef të bëj një koncert recital. Kur do kemi një koncert recital? Sepse me thënë të drejtën u çudita dhe u mërzita pak, që u bë Serenata vjetë në Korçë dhe madje unë kam dhënë një ide që të bëhet festivali Serenatës. Të mos i them emrat, se unë edhe i them, po nuk dua t'ju cënoj. Dhe pastaj ajo ide u vodh dhe ajo ide u vazhdua dhe tani ajo që skuptova dhe e them jo me zë të lartë, po me çudi, nuk uftova në koncertin e Serenatës Korçës dhe arsyen le ta gjejnë ato të cilët të Serenatës. Por, thash, nuk dua të flas shumë për këto lloj fenomenesh të cilat janë zakonshme për arsye, më falni shumë që duhet ta përdor shumë ordinere, pagesash. Dhe unë do të vazhdoj timen, do të bëj këngë, do të bëj serenata, po të duhet, sepse atje manaxhoj koncerte unë dhe është tjetër sistem, që merr një sallë me qira, etj. Kurse këtu nuk funksionon ka në këtë formë, kështu që unë do të gjej një sallë të një turizmi, them kote, dhe do të bëj atë që s'mundet ta bëj dot. Kësmet, kam shumë dëshirë që ta bëj. Sepse është dhe kjo, ju kam borç, tash jethe me shumë sinqeritet, shumë njerëzve dhe bile, edhe u preka një qik kur isha në Boston para ca kohësh, sa po erdha nga një koncerte që dhash atje, dhe më tha dikush, tha më ka bërë përshtypje, si nuk e bërë asnjë koncert recital në Korçë ti? Sepse këtu e thash unë falemderit shumë, unë nuk jam drejtuar, le të themi, këtë s'mund të them, autoriteteve të bashkiake jo. Por aman në një farmase, ato që organizojnë e tjere. Dhe të kujtojnë. Nuk është fjala, nuk kujtojnë, do të bëj private. Nuk kujtojnë. E me që jemi të koncerti recital, do kemi një koncert recital, besoj? Shpresoj, të mos e them datën ku, po tani... Flasim... Në perspektivë, sepse... Me thënë të drejtën, neve dhe menduam kur të kaloj ca kohë, se u bënde 30 vjetë, fëmijët janë rritur, vajza ka 2 fëmijë, unë dua që t'jem afër me ato, po gjithsesi kemi dhe mundësi të shkëputemi. Thash që kësmet do t'a shikoj që pa thënë se kur do t'a bëj atë. Të piqen kushtet në gjuhën popullore, që koncertit të ketë shkëlqimin e ti. Por më shumë të bëjnë shërbimin, më duket si kur, se sa shkëlqim, nëse lejohet të them, nuk më del vetja tepër tash ti mjaftu unë. Duat që të thash atë në atë shkëlqim të shty ato të cilët janë duke fluturuar. Mira, ju keni një vajzë, është Dorela, nota muzikore në emër. Po, Dorela. Dorela. Është zgjedhja juaj tek emri? Po. Sigurisht një këngëtare... E krijova, nuk e di atëre, më doli kjo edhe Dorela. Dorela këndon? Jo. Vajza besa ime këndon më mirë se mua. Këndon çuditshëm.
dhe ka një talent, faleminderit Zotit, dhe mashallah, në shumë aspekte është një artiste lindur, që kërcen shumë bukur, që shkruan, që fitoj një çmim tani në Kryusit, që aktron, që më surprizon, dhe ndërkohë është mistrese si që jam unë në momentin kur duhet kundërshtoj, ditë thot jo shumë mirë. Mirë, do mbetëm pjesën e tretë e familja. Dorela çfarë ka mbaruar? Mjekësit përgjithshme dhe punon me një doktor për alergjist i themin e ati Alergolog. Edhe jam e lumtur sepse thonë Amerika punë e gjumë, po pastaj ka nivelet të ndryshme. Ja, nuk është punë e gjumë, e kam prekur vetë. Dorela për shumë punon deri te enten dhe të premtet shtun të djel, ka shion familjen, edukon, faleminderit vajzës me shumë sinqeritet, i them që është në rrugën e Zotit me familjen, me kujdesin për familjen e saj dhe për ne, dhe për veten e saj, se prindi këtë ka, si të thuash, urimin më të madh që mund t'i bësh, thotë të bësh fëmijë të mbarë, se po mos i kesh në Terezi fëmijët ku ishe asgjikundi dhe çfarë bëri çfarë. Unë e di që shtëpia juaj në Michigan është edhe e hapur për pogradecare, artistë. Pasionat. Jeni edhe një anvis. Po, jam. E di, e kam dëgjuar nga tjerët që pritja e mirës është madhështore. Po jo madhështore, po është organike. Do më thënë, unë më thotë edhe Sandri me shaka, se për shumë shaka shpesh, thotë, pe ndonjëri në ndonjë nga këto supermarketit, thua shajt në shpiti, o sa të gjoj që është shqiptar, nuk tua di fare, i them, nga je si qysh sa marvesh që të gjoj shqip, se më mërzin ndonjëherë fakti, kur janë ca që edhe 2-3 vjetë kanë dhe zdin të flasin anglisht edhe përpiqen që të largohen nga shqiptarët, ka dhe eksperienca të këqija, për ato s'më bëhet, nuk dua unë të diskutoj, por aman, jam shumë e dëshiruar që të e kthej kokën dhe që të vendos, ose që të në ato organizimet që kam bërë, që të bashkoj shqiptarët sa të mundem në pjesën time. Marrë edhe një autobus me, si thuash, me qira, që bëj trip editore, kështu ekskursion editore, më shumë për socializim. Dhe se po e zgjatë mbase po isha e lumtur dhe më duket kur ja arrita qëllimit, kur në një nga këto udhëtimet, se jemi shumë afër në Detroit me Windsor të Kanadas, kam ca kushërira atje dhe erdhën dhe ato një grup. Edhe morën dhe shoqet e tyre. Kur midis të tjerave në hyrje të autobusit, dëgjoj një klithmë. Ua, i thresin njëra tjetrës, thashun qarë është? Ato kishin qenë komshie në Tiranë dhe nuk e dinin që ishin aq afër gjysmore, se nuk e dinin ku jena Kanada, unë Amerikë. O, thashja, misioni u realizua. Më thënë janë gjërat bukura që të shërbesh aty ku nuk të kushton asgjë. Jo, unë e di që jeni mikpritse dhe nuk mungon... I kam gjarë gjyshes time, unë në nomines. Dua të bëhem ata e kam model atë dhe Qani Qolakun që e njohin të tërë. Qani është daja? është vllai mamas, po. Edhe e kam patur shu si mentor për shumë gjëra, mentor. Për shumë gjëra, për shpirt madhësin, pasaj ai s'bëhet fjalë që ishte i ditur me dituri nuk e kam njohur, por njerëzit e mi e kanë njohur. Që do të thotë që ajo e morin qafë për atë kohë dhe unë e kam idhull. Madje jam, po nuk e them sepse po, jo, nuk mbas edhe këtë do kisha shumë dëshirë që një shkollë që s'ka mundësi të kemi, sepse ajo ishte sakrifica e tij. Burgu që bëri 7 vjeta agitacion propagande, sa po doli me patjetër do ishte injektuar në një gjë siç bëheshe në atë kohë dhe vdiq, dhe mbase do të marrë ndonjë rrugë. Jam e lumtur për preardhjen. Po pse jo? Vendorët ti janë syeveshë dhe... Jo, e ka mirë pritur shumë, zoti Gjekolli. Okej, shpresoj si çdo gjë të mirë për Pogradecin. Edhe një rrugë. Po. Në pamundësi një kopësht apo shkollë. Ja, kështu. Jo, dua të ndalem sigurisht në shumë. Dua sot të heq mendimet. Ka nga e fundit. Dua gotën të kem plot. Dua sot të pi kujtimet dhe në fund të gotës do të derë një lot. Të skëndoj do të shkollaj. E kuptoj.
Faleminderit që na sjell emocione. Mua më pëlqen me që jemi të improvizimet, vjeshta, ju kam thënë edhe herë tjetër. Janë dy vjeshta. Janë dy vjeshta. Është një vjeshtë. Është me Irini Nanushi teksti. Ashtu, ajo është dhe muzika. Dhe bëj çudi. Dhe për çudi si të ishte prilla maj e lule qel si e zënë në faj. E ka bëri kunati Kristaq Kocit. Tani se di cila stinë po kalon si val, se di se dhe vjeshta po vrapon. Duhen bërë videoklipe këto, por me thënë të drejtën unë po mendoj që të bëj një koncert, le të themi këtu, me ca pamje si ato, që të mos kushtoj shumë, sepse videoklipet kushtojnë edhe nuk, le të themi që mund të gjenden, unë nuk kërkoj sponsora, kjo është muhabeti. Po sponsorët të kujtohen, të dëgjojnë sonte. Po mirë, jo, ato mund të më gjenë, por me thënë drejtën dhe po s'kërkove. Biblia thot trokit të gjesh. Po mirë, po duhet manager, unë deri tani nuk kam patur ndonjë manager që mund ma bëj këtë punë. Pse jo? Po mbase nuk e di. Atëhere le të bëhet edhe, se thash në unika përdora, si të thuash, veten time për të menaxhuar ato koncerte që të mbaj afër dhe komunitetit dhe të kam thirrur do të thënë që merita Lilin, Elifarën, kam bërë koncerte për shumë kohë tash, i kam minimizuar dhe kam shumë qejf të them që kam bërë në Serenat mbi liçen, që pastaj e pash dhe këtu diku në një titull, që ishte bukur dhe atëherë mblodha Pogradesar, ku sigurisht erdhën dhe Korçar. Pastaj Serenat Korçare dhe tani më shumë më pëlqejnë këto gjërat e vogla ku secili njeh njëri tjetrin. Më përmendët dy vjeshta, kush është vjeshta tjetër? Kënga e fundit që është titullin se gje. Dot? Dot në kapin emocione. Jo, mos kanë emocione tashi. Tingu i vjeshte? Tingu i vjeshte. Që e kam bërë vjet par vjet, ka 2-3 vjet. Edhe sigurisht që e kam xhiruar këtu në Pogradec. E di edhe atë videoklip. Është videoklip modest. Me thënë drejtën, nuk e di a duhet ta them, por do ta them, sepse më çudit mania për të bërë videoklipe në pallate super luksoze, edhe me një pompozitet, pamjeje, makina të shtrenjta, dhe ndërkohë ajo krijimi i asaj që është qëllimi është, ç'të të them? Them unë jo, unë kështu e kam menduar atë që mendoj që të bëj. Jam shumë e lumtur që them dhe kam dhe miq shumë të mirë edhe në këto televizione që më suportojnë, që një skenë ku unë të këndoj 20 këngë live, jam në rregull fare. Me pak, si shkoha me një video projector, edhe jam okej. Se është puna të dalë kënga dhe muzika, jo të dalin pallatet e X vendi në filan vend, që është një çiksi. Do të thënë, koha është kudo, se dhe më falë që po zgjatem shumë, koha është pothuajse e njëjtë në tërë botën, jo koha ka ardhur, por këtu mbase unë gabohem dhe është më mirë që inshallah gabohem, që ka shumë pakartë dhe shumë dukje. Mira, i mbani mend të gjitha këngët që... Jo. Jo? Jo. Se kam dëgjuar një këngë, e kemi diskutuar të dy, Morena Reka, ca të rinj të tjerë, nuk di kush ka qenë. E cila ishte, ha? Po ku di unë ngrit si pari shfaqjes. Se mbaj më të fare. Skena, nuk e di, mos ndoshta ka qenë prologi ndonjë spektakli. Po mbase. Në televizionin publik, po kam iden Morena Reka dhe ca të rinj të tjerë. Po, shko, ishte një kohë neve këndone, po jo, po mbase nuk e dija kam qenë unë atje, se ka qenë show të përbashkëta dhe pastaj mund të ishin pjesë-pjesë, që një pjesë kështu, po s'më kujtohet. Pra ka dhe këngë që... Ka dhe këngë që me thënë drejtën, bile isha me Mitri Pojanakun, Dimitër Pojanakun, të cilin e kam mikë shumë të mirë dhe e përshëndes, dhe po thoshte ne kemi bërë një koncert me këngë, me tekstet e mia dhe Kristaq Kocin, dhe u përpoqëm inshallah po e gjejmë, sepse thash më thua një varg, po më thua një varg që të kujtoj këngën, sepse ka 30. Nga këngët popullore,
Këtë do të veçonit? Po janë ato ike le në nene, këto këngët e Pogradecit, bile jam një qike mërzitur, me thënë të drejtën, jo i mërzitur, po sepse më ftojnë sa po në Top Channel po bëhet ajo dhe unë nuk munda për arsye shumë objektive që të shkoj, po mbase do të shkoj, do t'ishte më duket këti javë, zona e Korçës e Pogradecit edhe... Do më pëlqente një sentencë e vogël kështu live. Popullore? Popullore. Ike, Elena nena, e kushtja bëj moj babajt kafenë, e kushtja bëj moj babajt kafenë, e letja bëjë moj kusht të dojë, e kush i tha moj të më martojë, e kush i tha moj të më martojë, e tjere. Tekste briljante. Sepse edhe tekste janë të bukura, po se edhe duhet dhe intonacioni, se unë emocione s'mendoj që kam, po duhet të kapësh në kone, në tonalitetin e po mire. Live. E po jo, ja mirë, është interesant se s'kam turp të them që unë dua ta le thash këngën e s'më lezëri. Dhe ishte, edhe falenderoj shumë një grup të madh tash në Boston, nga Pogradeci bile ishte dhe ajo zonja që organizoi. Bile jo në Boston, por në Waterbury. Çfarë ju tha? Dhe kishin mbledhur i thash nuk dua shumë njerëz. Tha, okej, po unë dua ta bëj 50, po u bën 150, sepse këto, thash, pa dashur gjykoj askënd që mblidhen njerëzit të tërë, hajdeni, të tërë mirë është që të më, por nuk e di, nuk më duhet më ajo lloj vëmendje, dua ta argëtoj të tjerë duke i shërbyer, jo të kenë vëmendjen tek mua, po unë të bëj atë punë që ato të shijojnë këngën me vetveten. Edhe, me thënë drejtën dhe u prejka përsëri dhe u knaqa shumë kur të më thoshin, po ku je, po kur do vish? Dhe unë këndoj dhe më për dasma dhe atë ditë vajta dhe kam planifikuar, ose si të thuash, do jemi detyruar të rinë qik më gjatë, sepse janë 3 dasma që njëra pas tjetrës do t'jem atje. Do me thënë, më kënaq malli dhe ajo që the ti dhe dëshira për të qenë midis njerëzve. E falenderoj shumë të tërë. Okej, mirë, ne do kalojmë pjesën e tretë me njerë pas publicitetit me disa surprizat tjera. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të Infoftes, me mua vijon të jetë po ka që këndshme edhe në këtë pjesë, unë nuk e vënd diskutim, Ermira Babaliu. Mirë, faleminderit. Koha ikën dhe minutat e emisionit kalojnë. Mira ka bërë muzikë edhe për film, duhet të mbetem pa këto. Më ka marrë malli, shumë më ka marrë, në dhomën time nuk mbaj më kalendar. Dhe një që kisha e bërë cop e qik, kush i ka bërë muajt me nga 30 ditë. Ashtë... Filmi Eja. Filmi Eja. Muzika nga Erdit Gjebrea. Si... Këthemi do një gjenë. Si lindi bashkëpunime? Me Erdit Gjebrea ne kemi... Se vëndryshim miqë. Kemi qënë miqë dhe mbetemi miqë shumë të mirë. Dhe... Mbajmën si tani më kujtojt që ne vajtëm bashkë në Maqedoni për na kishim ftuar. A ishte me gjithë familjen, ishte një kohë që ne ishim aq miq të mirë sa unë shpesh i kisha shkuar dhe në shtëpi me një familje të shkëlqyer me prindrit e tij. Dhe erdhi i kishim propozuar këtij për të bërë muzikën e filmit dhe ai më thot Mira, unë do kisha shumë dëshirë që këngën ta këndoje ti. Dhe punua me shumë pasion, sepse ishte edhe vetë filmi që më thënë kishte një atmosferë dhe aq më tepër pastaj ishte fjala muzika dhe aq më regjia Piero Milkanit. Dhe aq më tepër pastaj ishte malli për nënën edhe subjekti i filmit ashtu është. Më ka mbetur si kujtim i bukur, si e vetmja këngë, dhe shpesh kam thënë që pasi mi iku mami që të bëja një këngë që t'ja vija titullin Si më le mua pa ty. Por ajo po thuaj se e bëri në një farmase efektin edhe për tej.
Edhe për te. Mbetet. E dua unë një fragment. Më ka marrë malli. Më ka marrë malli, shumë më ka marrë. Në dhomën time nuk mbaj më kalendar. Dhe një qëpata e bërat sobe qik, kush i bëri muajt, me nga 30 dit. Më ka marrë malli, shumë më ka marrë. Filloj me fotot. Fotoja e parë regjia në studio. Më ka marrë malli. Unë e kam njohur personalisht. Në Naverka. Ka qenë një nga mësuset e mia më të mira dhe një falenderuese pafundi jam asaj, sepse në kohën kur unë fillova të këndoj, që ishte edhe mentaliteti ki kujdes, këngëtar, kjo më ka thënë, se thash mirë mami im, e shtrejnë më ka thënë gjo, ti do të shkosh atje ku dëshiron të shkosh, vetëm përpiqu që të më nderosh, mos më turprosh mua me sjelljen, me se isha e vogël, edhe ajo ka qenë shtytsja e vazhdueshme dhe e përjetshme e tërë sukseseve të mia. Mall. Kalojmë një foto tjetër, regjia, ju lutem i kaloni fotot po. Sandri Bashorti. Sandri Bashorti, i them përsëri edhe ati një falenderim të madh për hapësirën që më ka lënë dhe për një pjesë të këngëve që më ka mësuar, por për hapësirën, unë mendoj që martesa s'mund të jetë kurrë suksesshme nëse nuk ka hapësirën e mjaftueshme për të qenë në çift. Në hapësirën për këngën, për shembull, Sandri ka qenë jo vetëm suportues, po dhe shtytës. I përhershëm. Faleminderit Sandri. Jemi në Republikën Dominikane. Aty foto. Këtu është martesa e vajzës, kam iden, Dorela, Sandri, besoj Krushit, Dhëndri. Është Dhëndri dhe është Kumbara. Dhëndri është Amerikan. Jo, është shqiptar nga Lezhë, është Glen Shtefni nga Lezhë, një djalë shumë i mirë, baba shumë i përkushtuar, dhe është Kumbara, aty e quajnë Vera Peterakis, që ka qenë e martuar me dikë Astrit Karamusho nga Zagorçani, kanë qenë bashkë ato, më duke se në Belgjik dhe këto, pasi u njohëm në Amerikë, në thanë mund t'jemi unë Kumbara juaj, dhe është njeriu mirë që unë kam njohur. Më thënë, ne nuk njinim atëre as grekas, ajo më ka krijuar një suport të jashtëzakonshëm, edhe një, si të thuash, një adhurim të pafund edhe për atë pjesën e grekëve që na kanë ndihmuar. Ecim regjia. Dorela Nipi Mbesa. Dëshuritë tua. Këto janë ato që bëjnë kuptimin e jetës, se thash janë ato balancat midis famës që ndonjëherë ta merr mendjen dhe familjes e cila t'i jep kuptimin. Edhe nuk të thash unë çfarë që mendova që do të rria 6 muaj, kur kjo mistrecia e vogël më thot nëna, pasi ndendëm pak ne në e kemi përzgjedhur dhe atë moment. Dhe ajo më thot, dhe ajo t'ju emociononin, por e kemi përzgjedhur. Dhe ajo më thot mua, nëna, pse më le mua ti pa pse më dole nga jeta mua ti. Më le vetëm. Dhe pse më le vetëm, dhe unë atëhere i thash, u mërzita në fakt, dhe thash, po mirë, nga kurbeti në kurbet, atëhere ikëm nga prindrit tani t'i lem vetë, se përderisa tha, ato është nevojë. Dhe unë shkoj për ditë në shkollë, që bëj punë vullnetare, çdo ditë është Dorela. Familje bukur. Foto e bukur, familje bukur. Ajo që është kryesorja është që në rrugën e Zotit dhe të familjes, i them 100 herë faleminderit vajzës që ka zgjedhur, pse mund të bësh ti tënden, po nuk të dëgjon, 100 herë që ka zgjedhur të jetë ashtu siç është. Ecim. Fogadeci më pëlqen shumë. Si. Fogadeci më pëlqen shumë. Mbesa. Kjo është Mbesa. Fogadeci më pëlqen shumë. Që kanë ardhur... Si karamelet ta kafshosh.
jam e lumtur që erdhen këtu para 2 vjetësh, aty kuptohet që Shqipja do të thënë, i ndihmoj shumë që të kenë dhe miqësi, zuri 2-3 shoqka, lonin tër ditën aty poshtë pallatit dhe ajo e cila më mungon dhe më dhem shumë ja kësaj radhe është që atje nuk mund të bësh dot këto lloj, është tjetër lloj jete, është shumë e kufizuar pavarësisht se këta shkojnë edhe në ato grupet e voleybollit, të këngës, të kërcimit e tjerë, por nuk është kjo bukurie e të luajturit jashtë pafund. Ecim regjia. Po gradecin pëlqen shumë, kënaqem që e thot. Është nipi? Ky është nipi. Çfarë po bën aty? Aty po mbjell hudhra, sepse në atë lloj kuadri që tham, që të mos mbeten vetëm në bukurinë e asaj që çfarë do të bëhet, po i mësojmë me tërë llojet e punëve dhe në këtë rast babai vet Dhëndri, domethënë që është menaxher për shumë banka atje, i ka hapur dhe një kredit kart që të mësoj se si duhet menaxhuar paraja, edhe ky tashi hera herës nuk e di se çka dhe një sajt atje që se them dot që luan me ato për të mësuar se si duhet i rrit kreditet, ndërsa të mësoj që ashtu që nuk bëhet dot pa punë. Ja dhe ujitja. Ujitja aty janë hudra. Kanë birë ato hudra? Kanë birë, kanë që vjetë. Unë jam Hadar. Nipi këtu, po mëson, lexon shqip. Po? Ka disa vjeta që lexon më mirë se kaq. Shqipja nuk mundon edhe... Jo, s'bëhet fjalë. E para është qëllim, sepse është kupton, janë në rrënjët, por është edhe një ndihmë e madhe që ato vinë me qef këtu, sepse komunikojnë bukur me shoqet, me shokët. Ja, dhe jam e lumtur për këtë fat. Që dhe dëgjojnë këtu. Kemi më materiale? Kjo ç'është? Kjo është një vajza, Lunës, ju kishin... I wish? Yeah. I could go to Albania with my friends Dea, Emma and the other... Emma, se ka 2 shoqe, Luna. Këto janë të tëra shqiptare dhe ju kishin thënë në shkollë që bëni një wish, një dedikim ose një urim ose një dëshirë se çfarë do donit ju shumë që të ndodhë në vitin që vjen. Dhe unë u kënaqa se më thot ajo mësuesja se si shtash, pothuajse shkoj për ditë në kohën e pushimit, dhe më thot, shiko se çfarë ka shkruar Luna, që unë u kënaqa fare, e kishin varur atje, njëra thoshte dua fustan e tjere, kjo kishte shkruar këtë po, kjo kishte shkruar këtë që uroj shumë që të shkoj në Shqipëri. Edhe, ç'a të bëm, jam e lumtur që e duar Shqipërinë, pothuajse një lloj anekdote. Ecim, Shqipëria dhe miqësia e vërtetë e fëmijëve mbetet gjatë. Sigurisht. Shiko, janë. Lule janë ato? Ato janë lule, kurse këtu është Albania. Bluza është Albania. Është bluza e kombëtare son. Lendi, që kur ishte kombëtare, se dhe ky lot futboll dhe është futbollist shumë i mirë. Dhe kishte gjetur një bluzë kur thoshte Albania dhe jam e lumtur që hera herës ai dilte dhe fotografi përpara ku është Shqipronja. Emocionuese. Nuk e di ka më materiale. Dërgova dhe një 2 unë. Ja këtu, shiko si ka dalë, atë kur ishte, nuk e di se çfarë ishte, edhe ky i lumtur. Ndeshje kombëtares. Ndeshje kombëtares që ky doli fotografia atje, shiko, thot unë si e kam ble. I ble vet ato, po është. Sa mirë me qenë shqiptarë. Janë ato, edhe këndon Xhamadani via. Janë, shiko, është fjala e rënjve i cili gjithkush është mirë që t'ja u edukoj. Se dolëm të rënjët, koncerti vjetëshëm, një amfiteatr, dhe më thënë Odeoni, po që imiton amfiteatrin i mbushu për plot në koncertin tuaj Ermira and Friends. Ermira and Friends dhe jam e lumtur që Pogradeci ka kaq shumë talente, që dhe në projektet që do vi unë dua të bashkoj të rinjt, edhe kemi dhe nga të tjerë, por mua më shumë jo më interesojnë se sa shtytja që këtyre të rinjve të thënë që janë nga Pogradeci.
dhe janë shumë të talentuar. I thash dhe emrat unë, të tërve atyre, janë edhe shumë të mençur, edhe shumë të suksesshëm. Në qershor do të jetë koncerti i radhës? Mendojmë që duhet jetë në Korrik. Në Korrik. Në Korrik, mbase në fund Korrikut, ku ka dhe shumë turistë, dhe kemi menduar pak më të zgjeruar edhe pak më përfaqësues. Madje po mendoj që pse jo të mos e lëvizim dhe të shkojmë edhe në Ohër edhe në Strug me shqiptarët ku. Kësmet. Unë të uroj shumë në këto vendimarrje të tuat. Dua Pogradeci të fluturoj. Ashtu si. Ashtu le të bëhet, të fluturoj. Artistikisht. Unë jam kënaqur shumë, me sa di nuk kam më foto, nuk kam më materiale. E kam shijuar shumë këtë intervistë. Falenderoj dhe unë si të gjitha ato që kemi bërë bashkë. Dhe unë gjithashtu, falenderit shumë. Shumë falenderit Ermira Babaliu për prezencën në Infoftes. Falenderoj shumë dhe uroj suksese të mëtejshme në çdo emision që të kesh. Shëndet dhe mbarësi të kesh. Falenderit gjithashtu. Familjarisht. Falenderit. Do t'i kujtoj regjistri me njerë pas mbylljes fjalëve të mia të futet edhe një këngë që kemi zgjedhur engas për të mos ta kapur Akromaksi, sepse duhen edhe drejtat e autorit të respektohen. Të nderuar miq, kemi qenë me Ermira Babaliu, shpresoj që sigurisht jo vetëm na keni pëlqyer, por edhe na keni suportuar në të gjithën asaj që bëm në këtë rrugtim rreth një orë. Ju kujtoj që ky emision do të transmetohet nesër në orën 16:00, takimi radhës në një tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natë në mirë. Faleminderit, o sa bukur!